Problemi është që ti çfarë do bësh pasi ke arritur. Kjo është fitore jote më e madhe. Pra, ke arritur të shkosh tek njerëzit me idenë që establishmenti i vjetër nuk mund ta drejtojë më vendin. Dhe ke ardhur me idenë që mund ta drejtoj unë. Si? Në rrugë nuk drejtohet. Atëherë ti që të drejtosh vendin, duhet të futesh në sistem. Dhe ke absolutisht të drejtë kërkosh rregullat realoje. Përderisa këto dy partit nuk garantojnë një lojë të ndershme edhe për forcat tjera. Këtë nuk po bën pra. Kjo është ajo e meta e madhe e protestës dhe unë e shoh për ditë nuk krijoj diçka që dhe njerëzit kanë filluar pak ta kuptojnë që edhe kjo protestë që lindi si një shpresë do përfundojë si protestat rutinë të doktorit, që ne deklaronin gjithmonë në studie. Ose Lulzim Bashës. Bashi ka bërë protestat më të mëdha se doktori, apo jo, kur ishte në opozitë. Por pikpyetja e madhe ka qenë në studio ku do përfundoj, cila është rrugdalja. Dhe madje edhe presioni i madh i Bashës ishte që u tërhoqi partinë nga zgjedhjet, tërhoqi partinë nga pushteti lokal dhe tham tani u mbyll. Ndërkohë jo, jeta institucionale që iku opozita më e madhe e vendit vazhdoi. Fale dhe faktorin ndërkombëtar. Tani si mendoni ju tani që jeta institucionale do ndërpritet kur dy partitë e mëdha janë në sistem? Është e pamundur totalisht. Dhe këtë protestuesit duhet ta kuptojnë. Problemi është se ata që po e bëjnë këtë janë jashtë sistemit. Po s'ka rëndësi pra ti. Kjo e bën shumë të veçantë gjën. Okej, mirë, atëherë nëse është një lëvizje anarshike, akoma më pak i ka mundësit për të fituar. Akoma më pak i ka. Unë mendova që kjo është një lëvizje qytetare që dëshiron të futet në sistem. Jo, është edhe anarkike s'është fare, është shumë e qartë në kërkesat e veta. Po cila është kërkesa? Ka vënë le të themi pikat mbi i në ato që kërkon. Po cila është pra? Ramanburg, Berishamburg. E para kjo është gjithë sistemit. Vetëm kur e dëgjon si kërkesë, thua kjo nuk ka mundësi të ndodhë, sepse nuk e çon burg Ramën, as protesta, as Berishë, nuk e çon burg protesta. Ideja është ata kanë identifikuar dhe diagnostikuar problemin e madh sistemit, që është marrëveshje sipas tyre, marrëveshja e këtyre dy aktorëve. Po si kemi ditë? Për t'i mbajtur, se kemi ditë si goditë marrëveshja pra. Jo, ke ditë, po sot janë akte. Cilat janë aktet? Ke një protest, ke një protest prej 43 ditësh që mban gjallë, le të themi, se deri dje ishte ajo që the ti, e pamundur që ta rrihesh, po gjithsesi është opinion avokat. Si e shikon se është bërë debat i madh kjo me review-t e hoteleve, debat i madh në lidhje me këto 4 milion euro që qeveria akreditoi. A ka vërtet një kanë problematika këto historia, apo janë thjesht ajo retorika politike ku palët le themi vendosen për të goditur dhe delegitimuar njëri tjetrin? Fjala vjen tek review-t. Review-t janë deklarata e atij drejtorit policisë për hapje hetimesh etj. Se ka patur edhe një denoncim pak sot. Po mirë, në rregull. Tani sa i përket review-ve red. Okej, policia e shtetit ka të drejtën dhe detyrimin madje dhe përgjegjësinë që të nisin hetimin kur ka si të thuash indicie apo qoftë kallëzime nga qytetar shqiptar në lidhje me si të thuash sondazhime negativiste në lidhje me bizneset e tyre, që të jemi më të saktë. Pse mund ndodhin kjo? Sepse review negative mund të bëjë gjithkush dhe kjo nuk është as vepër penale, as sakrilegj qytetar. Nëse mua s'më pëlqen mënyra se si jam trajtuar në X resort turistik apo lokal apo ka drejt. Por ama kur ti vëren domethënë që në argun kohor të pakorve ka me qindra review negativiste, atë është ky konsiderohet si një lloj sulmi ndaj biznesit. Jo i zakonshëm. Dhe këtu, nëse nuk do ta hetonte policia, atëherë do ishte problem për mendimin tim. Nëse nuk do ta bënte, do ishte problem. Po mbas kujt ligji thon këta protestës që e kanë çuar sot? Mbas kujt ligji policia mund të nisi një hetim? Se nuk ka një ligj thon për review-t. Po jo, nuk është review, është sulm kibernetik quhet ai. Nuk është review, këta kapën pasi fjale. Kur ti bën një sulm
në internet, le themi, në faqet e internetit, nuk është e thënë domethënë ti më voton keq mua apo 100 biznese rresht në mënyrë konstante nga 2000 apo 5000 apo 10000 veta, ky është një lloj sulmi kibernetik. Ashtu si kundër Homeland Justice vinte dhe të merrte të gjithë, le themi, paketën e internetit që ti kishe në Ministrinë e Jashtme apo Kryeministria apo në gjitha vendet e tjera. Po them që nuk e dëgjuam këtë fjala vjen te Elon Musk që i ra ajo e Teslas me 25%, pati domethënë të paktën në shumë grupime të majta atje, domethënë kanë bërë thirrje që ta bojkoton Teslan. Nuk, domethënë që ishte absolutisht në mënyrën se si Okej, Oredi, ka një ndryshim të madh midis asaj që sapo them me kësaj që them unë. Nëse Tesla atje në Amerikë kishte një thirrje nga një pjesë e madhe e qytetarëve që ta bojkotonin se nuk donin, ose kishin një lloj inati, po duhesh ti quaje, në rastin konkret nuk kemi këtë. Ne kemi një sulm që shkon nga Vermoshin Krispol, ndaj bizneseve të cilat mund mos e meritojnë një review negative e ret. Pra, mund të jetë një biznes në Durrës ai që e bën, le të themi, punën e tij, e bën jashtëzakonisht shumë mirë për atë biznes që bën. Atëherë ai nuk ka arsye që të marrë review negative nga ne 3 njëkohësi pum. Se kjo do të thotë domethënë që ti po më dëmton si biznes mua dhe ky lloj qasje nuk është thjesht lokaliste ret. Kjo është globale pastaj mrapa. Sepse ai pret njerëz si ti vinë nga gjitha anët e botës si turist. Dakor. Pra ti nisesh nga ideja që këto biznese ose s'kan dalë në mbrojtje, le të themi, të kauzës qytetare, ose kanë qenë, le të themi, vasal të kryeministit Rama, se prandaj janë sulmuar këto biznese. Edhe te Google-it këto review në Google janë apo jo? Po, absolutisht. Informale është mos është formale, se edhe ti ku e di ti që ata që kanë shkruar pozitivisht fjala vjen kanë qenë, nuk kanë qenë. Po jemi emër më burr ose dhe jemi gjurmohet ajo IP ajo të ore tani mos e bëjmë kaq ti. Dakor, ore ajo bëhet, po unë e kam fjalën te opinioni, nuk e kam fjalën te anonimati. Por ne dhe jetojmë në botë virtuale më re tani në opinioni bën gjën o burr. Ti shkruan diçka në Facebook sot, një bën një gënjeshtër të madhe, e lexojnë 2000 veta thonë besojnë më burr. Policia është në drejtën e vet të hapi një hetim për këtë. Po, nuk e di se sa bërë kallëzim ai pronari i hotelit, mos bërë kallëzim ai është detyruar policia. Po, është detyruar policia, mos është private në fund. Tani se sa mund të arrihet tek vepra penale, kjo pastaj është e vështirë. Kjo është disi e vështirë. Për të provuar. Se nisë hetimet, sepse do duhen bërë hetime, do duhet bën kontrolle kibernetike nga drejtoria e kibernetikës në policinë e shtetit. Do duhet çuar një indicje ai kemi ne gjithë mundësitë për ta bërë. Nëse ne kemi me bërë gjithë këto gjëra, atëherë drejtë mori do thotë që ky policia shqiptare ose ky vend i ka marrë gjitha hallet. Dhe se po merremi tani me Mira Muratin apo me Elon Muskun apo me Zuckerbergun. Pra, këtu jemi. A e meritojnë ta? Ideja është apo përdoret policia nga ana e qeverisë. Nuk po përdoret më burr tani policia e qeverisë më kujtosh. Jo, apo përdoret politikisht, mos avash ti. Se është e shtetit, po jo e PS-s. Unë si biznes. Dakor. Unë si biznes. Nëse jam atakuar nga këta protestuesit, kam drejt ankohem mund të policisë. Po ankohem, nuk thash gjë. Po këtë kam bërë në red. Policia është e detyruar të nisë hetimin. Është e detyruar në rast se ka kallëzim. O zotri, ti nuk e dia ka pas as ka pas. Po tani ai Skënderita nuk më e pa në ëndër, o burr dhe u zgjua ditën tjetër e tha, shiko tha se po merrem me këtë histori. Kryeministri ta tha. Po më edhe kryeministri nuk e pa në ëndër, o burr. Ja than, Çet Kastrati, Zamir Mane, Vasilinaçi, gjithë që kanë qenë ata atakuar. Ka që ka qenë historia burr. Tani do të gjesh të drejtën këtu, a kanë pas drejtë ta bëjnë apo jo? Kjo histori tjetër. Duhet kuptoj kush është e vërteta kësaj historie. E vërteta është kështu, që ka pasur. Qeveria pretendon këtë, protestuesit pretendojnë këtë, kush është e vërteta, sipas ligjit. E vërteta është që një grup i madh protestuessh në mënyrën e tyre të mosbindjes civile, se edhe kjo është një lloj mosbindje civile. Kjo është një lloj protestimi. Kjo protestë është oret. Ky lloj atakimi i tyre. Sepse këta nuk e kanë marrë gjitha bizneset nga veriu njug. Bizneset që ata i konsiderojnë të ndershme, nuk i kanë atakuar. Ama bizneset që ata i shikojnë afër qeverisë, që kanë marrë para nga buxheti i shtetit, që kanë marrë para nga qytetarët, janë atakuar për këtyre. Kështu që nga ana morale, unë them bravo qoftë. Po kjo është nga ana morale qytetare. Nga pikpamja juridike, policia e shtetit do duhet që të jetojë. Avokat, një nga pretendimet, se me që jemi këtu, një nga pretendimet është që në të njëjtën mënyrë
është edhe kryeministri që po linçon shumë figura në atë protestë që po i shkakton shumë dëmen nga pikpamja e reputacionit. Shumë bukur. Këta protestues ose cili do qoftë ai, ka gjithë të drejtën e Zotit, domethënë që të shkojnë edhe ta denoncojnë për shpifje apo për fyrje kryeministrin e vendit. Madje kryeministri i vendit, duke qenë se është kryeministër, nuk hetohet as nga prokuroria e jurisdiksionit të përgjithshëm, po hetohet nga SPAK-u. Çfarë jeni aty vëlla? Le ta thotë Edi Rama një gjë të keqe, një fyrje për mua. Personalisht, të siguroj që ditën tjetër unë do t'i çoj letrën në SPAK. S'ka rrugë tjetër, Redi, mos po protesta nuk ka kuptuar thelbin dhe këtu përfiton një parti e madhe siç është Partia Demokratike dhe me traditë. Edhe në rastin e koncertit të Kanye West, ishte zoti Bardhi i cili nuk u mor shumë me... Po përfiton PD-ja po thua? Po, patjetër. Pse po përfiton? Sepse nëse ti ke problem me paratë... po përfiton. Me paratë që ka shfrytzuar qeveria për Kanye West... Dolëm të Kanye West, pra ishim të rasti këtu, po, okej. Aty, nëse ti ke problem si protest, i ke 2 juristë aty brenda, është kauza jote, shko ti në SPAK. Pse do shkoj PD-ja? PD-ja çfarë problemi ka? Po nëse nuk është parti politike protesta... Po aty ka intelektual më rese në smender, po tani... Nëse nuk ke parti politike... Nuk mund të pretendosh që të reagoj si parti politike. Po nuk ka nevojë të reagoj më aty si qytetar. E di sa avokat kanë parur në protest? Avokat dhe juristë shumë të mirë, me dhjetra. Me dhjetra, por ti mendon që s'kan mundësi ta... Ore këta futen në ChatGPT i bëjnë, mos këta e kanë zëvendësuar dhe mjekun tani, ChatGPT futen edhe i shkruajnë ChatGPT për veshkën dhe i del mëlçia pas e mrapa, po anitse kjo histori. E bën pa din çati po thua po të hysh? Shiko, më fal se dole nga një temë. Dhe va bëj thirrje këtë, gjithku që na shef. Është idiotizmi më i madh që un kam parë, sidomos në këto 4-5 muajt e fundit. Madje kjo historia ChatGPT-s që futen aty dhe pretendojnë domethënë që ChatGPT-a njeh kodin penal shqiptar, kodin civil, kodin administrativ dhe budalliqe të tjera dhe shkojnë i bëjnë. Madje ja kanë bërë më fal Denis. Edhe një avokat i shumë të dëgjuar këtu në Shqipëri, që marr me vetëm për avokat mafaj, kishte çuar një shkresë para pak ditës në SPAK që kishte zinë kolegu jot dhe e mante lapidar. Ishte motamo ChatGPT. Po turp, nuk ke mor burr. Nuk ka më. E kuptoni se ku kemi arritur? Nëse mos futemi këtu se un po thoj atë që nëse besoj zoti Bardhi nuk besoj se është referuar ChatGPT-s. Atë siguroj dhe un për atë mos u çudi. Dakor, në rregull, mund të jetë ajo. Sindroma Albana aty. Pse nxjerr këtë konkluzion, Redi? Çdo gjë ti ke mundësi ta bësh vetëm brenda sistemit. Sistemi ta ka dhënë mundësinë. Që zotëri, ti mund bësh çdo gjë me financat publike, mendon që është e drejtë, okay, unë kam të drejtën time. Në këtë rast ka shfrytzuar Partia Demokratike një drejtë e saj dhe ka shkuar në SPAK. Po tani, të dalësh në shesh dhe të thuash Rama bëri këtë për koncertin i cili erdhi këtë këngëtare ka ndaluar në shumë vende. Këto janë folklorizma që njerëzit nuk duan t'i dëgjojnë. Për 4 milion euro? Po, atëherë 4.2 milion euro? Po, e vetmja gjë që dhe i vetmi organ që mund ta saksoj këtë, ka apo jo shkeli është vetëm SPAK-u. Dhe për mua PD-ja ka bërë gjën që duhej bërë. Ka shkuar atje, le të japi përgjigje. SPAK-u mund të thotë s'ka vepër penale, mbyll historia. Ka që thjesht është. Mund të ketë vepër penale dhe mund të vazhdoj. Pra, kjo është rruga. Unë nuk kuptoj pse duan këta njerëz. Është betejë politike më buri dhe ot. Ore edhe njerëz, të lutem. Njerëz bëjnë betejën e vet. Këta njerëz mirë, dakor. Këta njerëz janë sa janë. Po i përgjigjet politikisht. Madje më politikisht se ç'i përgjigjet PD-s, se PD. Jo mos e Rama për mendimin tim nuk po bën asgjë. Dhe ky është problemi i dytë që ka sot. Nëse problemi i parë ishte rutina e protestës, problemi i dytë është Rama që nuk po bën asgjë. Po bën gjitha. Asnjë gjë s'po bën. Ore dëgjoj, po një sekondë, kë arrestoi më burim. Arrestoi tuf njerëz. Po cilët më ata aty te parlamenti. Po pse çfarë do bënë? O avokat, lutem. Linçime publike personalisht gjithë. Merret Taulan Balla me secilin. Po le mos se Taulan Balla nuk e dëgjon as familja vet tani tallesh, tani po flasim për gjëra serioze. Të lutem Redi, ai që goditi makinën e policisë normalisht që do arrestohet. Si ku ke parë? Dakord jam. Dakor, po ti flasin gjërat sipas po thot njëri për atë jo. Po them për tjera që atëherë Edi Rama për mua të lutem edhe dje. Shiko, tani këtu nëse ka një gjë që nuk mund t'i themi as i gjasti heqim as i presje, është reagimi i policisë. Nuk ka këtu është diskutim harxojmë minutat. Por unë po them një gjë. Edi Rama doli dje prap
të folja 20 minuta, që ishin muhabet kot pa lidhje e koncertit, që si takon fare e Ramës të merret me koncertin, dhe vetëm 30 sekonda në fund tha një gjë, që prandaj them s'po bën asgjë. Tha, e përsëriti atë që ka thënë. Po mblidhet grupi, tha, është mbledhur grupi, tha, dhe po punon për kërkesat, apo jo, nëse e dëgjove. Tani un kam një pyetje si gazetar për kryeministin edhe si qytetar. Cili është ky grup? Kush janë përbërjet këtij grupi? Cilat janë fushat ku po punon ky grupi? Se mund të dalë diçka e rëndësishme këtu. Këtu është ajo që unë dal konkluzionin që Rama deri tani s'ka bërë asnjë gjë, se mund të ekzistojë fare grupi. Se unë grup konsideroj një njeri me jurist të njohur, konsideroj një grup me konstitucionalist të njohur, me ekonomist të njohur, financier të njohur, për të ndryshuar në mënyrë radikale dy shtyllat e shtetit, sistemin politik dhe ekonomik të vendit, të cilët protesta, dhe këtu ja njoh meritën protestës, i nxori me probleme të mëdha. Prandaj them unë që deri tani Rama nuk ka bërë asgjë. Nëse ju mendoni që Rama duke replikuar, Rama është vetëm në një, domethënë po ecë vetëm në një drejtim, në përpjekjen për të zbërë këtë protestë. Po jo, për ta derivuar këtë protestë. Rama për t'i thënë korba dhe sorra. Po çka korba sorra ajo nga Flamingo. Shiko, ato janë fjalë pa asnjë vlerë. Korba sorra, ku diun Flamingo, nuk është thelbi i çështjes, Redi. Tani ne ta themi një gjë këtu, pastaj populizmi le të rinë shesh, nuk më intereson shumë për populizmin. Thelbi i çështjes është sistemi politik dhe ekonomik. Dhe Rama e di shumë mirë këtë, nuk mund të shkojë më tutje me këtë sistem politik dhe ekonomik. Nëse do ta ndryshojë, le të na thot kush është ky grup. Dakor. Të zgjuarësh që është mbledhur dhe po ndryshon këtë çështje. Nëse pastaj do vazhdojë të merret me këto që ai ka qef këto ngacmimet me Facebook, do të thotë që deri tani s'ka bërë asgjë. Ka që thjesht është dhe këtu s'ka më. Pastaj pjesa folklorizma në shesh, pastaj është çështje që ata kanë podiumin e tyre, mos ta kthejmë dhe ne. Po, avokat. Keni West. Ajo që më bën të uleras gati, po edhe fjala skandal, turp, qa po bëhet, domethënë nuk gjen më përshtatje në fjalorin e gjuhës shqipe, sepse unë nuk arrit dot të kuptoj se si mund të ngrihet një kryeministër i vendit dhe të marrin pensionistëve, këtyre kam qenë të them pensionistëve, 4.2 milion euro, 4 miliard lek, në vend të ajip të pensionistëve, shkon i ajip një ordineri, për mua është ordineraj, sepse ata ka zbuar 90% e Europës e para. Dhe unë nuk e di domethënë se ku i gjen këllqet një kryeministër që 4 miliard lek që mund t'u jepte pensionistëve, mund t'u jepte juve, atëherë është në datën 21 korrik në Shqipëri, Pallatin e Kongreseve performon Zucchero. Një nga kantautorët italian me fam botërore. Po. Tani unë lut zotin që nëse nuk kishiten biletat Zuccheros, qeveria shqiptare t'i japin ca lek. Zuccheros më burr. Ose lut zotin Dule Malindi apo Ylli Baka do shkojnë një zjafet pas sa ditësh dhe nuk do i fitoj aq lek sa duhet. Të ngrihet qeveria shqiptare t'u japin lek. Bile këtyre do bëj një gjë të mirë, se këta lekë këtu në Shqipëri do t'i prishin. Mirë, dakord. Nuk është cinizëm kjo, po për ta kuptuar njerëzit se për çfarë po flas. Ore, unë jam dakord për atë. Po nga ana tjetër është drejta e tij ta vlerësojë më. Jo, pra fare. Kushtimi që ore nga pikpamja procedurale, a ka ndonjë problem? E vlerëson ai si kryeminist? Ka mundësi tani se unë jam votuar thot për të thënë se sa herë kam nis bëj një gjë të bukur, kam patur gjithmonë të lukuni. Ai interesiste për ne zorin? Domethënë ajo Meloni në Itali dhe thotë do më vi Iron Maiden mua Metallica do jap sa lektyre? Po, sepse dua thotë që Iron Maiden t'i bëj jehon turizmit italian për 1, 2, 3 arsye. Ore, më janë mirë nga dhe qytetarët e refuzojnë me votë nëse vlerësojnë si spekulim këtë. A ka, ore puna është ligjërisht. Po të më lësh të flas pra. Po këtë më thuaj. Po më lek të flas pra, sepse e humbe kohën kot. Po. Mos më lodh me batuta kot. Ligjërisht e bën dot. Nuk e bën dot, dhe po them se ka shkelje. Po do pra. Okej. E ke pi marr ilazhet me orar sot apo jo? Jepi. O zotëri, ka marr nga fondi i emergjencave 4.2 milion euro me një akt normativ, të cilin në atë moment që e ka marrë, që e ka firmosur, atë moment e ka çuar fletorin zyrtare. Pra pa ndjekur asnjë lloj procedure ligjore. Kur xirret një akt normativ për të marrë se këto lekët nuk i ka te banka e vet ai. Janë lekët e shtetit shqiptar. Ja marrë që aty me akt normativ dhe në 101 kushtetutës të thotë shprehimisht se si ndiqet procedura. Xirret akti normativ
Parlamenti është i detyruar të mblidhet brenda 5 ditëve në mënyrë urgjente, ta votojë aktin normativ dhe pastaj shkohet në flotërë zyrtare. Pse i hoqi të gjithë këto? Sepse do të me patjetër që Menardis t'i kalonte lekët këtia.